Derisa thot Ibn Kathir rahimahullah, që ka ndodhur në vitin 717 të Hijretit, thot një grup 60 kalorës tatarëve, thot i kanë kap 1000 musliman, një karavan me 1000 musliman. 600 prej tyre janë kanë tregtar, 300 prej tyre janë kanë njerëzi normal që s'kan pas pasuri me to, dhe 70 janë kanë prej tyre fëmijë. Thot kanë mori, kanë preje 600 tregtar, 60 kalorë sa. I kanë preje 300 tjertë. Pastaj kur i kanë lënë 70 fëmijë, kanë thonë hajde tash me këto kush do mirët. Kush do boja hajgare me to. Ka çu njëri ka thonë unë ama sa më paguajni tepër. Ka mori, ka prej keti, ka captu dhe i ka shtim burre. Thot Ibn Kathiri, vetëm një ka shputu prej gjithë këtyre 1000-ve që të na tregoj historinë që ka ndodhur. Kjo gjë normale që na tu pa neje. Dale ktheu mbrapa në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A nuk ka ndodhur lufta e Ahzabit? A nuk ka ndodhur tonë mbrapa e Hunenit? A nuk u konë se nëherë ka fitu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëherë kanë fitu mushrikat? A nuk u konë në Bedër? Kush ka fitu në Bedër? Kush e di kush ka fitu në Bedër? Ha? Musliman ta mushrikat? Musliman. Në Uhud? Ha? Ha? Do thot, pasaj, do thot humbje fitore, pastaj kanë fillu çlirimet, njëra pas tjetër, njëra pas tjetër, tëri sa ka ra perandoria persiane dhe romake. Tëri kur? Tëri o vëllezër të ndershëm, që kanon pastaj fatkeqësi dhe sprovat. Pastaj kanë fillu të dobëson musliman, e pastaj të marë fuqi të tjerët tatarët, derisa thot Ibn Kathiri rahimullah, Ibn Kathiri dhe Ibn Kathiri e kanë cek që kur kanë hinë tatarët pas asaj, pastaj çat zullum madh që kanë bërë për 40 ditë tatarët, thot për 40 ditë dysa transmetim, thot 1 milion, 2 milion musliman kanë vrarë për 40 ditë. Derisa tregon Ibn Kathiri thot që shtëpijat kur kanë hik musliman, na për shtëpia kanë hip nalt në taras, i kanë prej, kanë thënë thot lugat që i thojnë ne kur bie shiu që bie shiu, thot vet ujti thot pikoshin dhe rrith të gjaki muslimanëve. Para mendojni, do thot mrena 40 ditëve 2 milion njerëz me preje. Kështu e kanë bënë tatarët. Derisa thot Ibn Kathir rahimahullah, që ka ndodhur në vitin 717 të Hijretit, thot një grup 60 kalorës tatarëve, thot i kanë kap 1000 musliman, një karavan me 1000 musliman. 600 prej tyre janë kanë tregtar, 300 prej tyre janë kanë njerëzi normal që s'kan pas pasuri me to, dhe 70 janë kanë prej tyre fëmijë. Thot kanë mori, kanë preje 600 tregtar, 60 kalorë sa. I kanë prej 300 tjertë. Pastaj kur i kanë lënë 70 fëmijë, kanë thonë hajde tash me këto kush do mirët. Kush do boja hajgare me to. Ka çu njëri ka thonë unë ama sa më paguajni tepër. Ka mori, ka prej keti, ka captu dhe i ka shtim burre. Thot Ibn Kathiri, vetëm një ka shputu prej gjithë këtyre 1000-ve që të na tregoj historinë që ka ndodhur. Subhanallah. Para mendojni çfarë zullumi. Por, pastaj si kanë rrjedh fund, pastaj normal që do thot kanë ndru gjërat. Ka orë fitoria, e mësën ka orë se futuin Kutusi, dhe ja kanë dalë fuqin që e kanë pas tatarët.